Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Po filloj njëherë si fillim me shërbimet e mia, pastaj do kaloj më njëherë tek ndikimet që do të ketë java në vazhdim. Unë bëj 2 lidhje drejt për drejta çdo javë, janë të hënë dhe të premte, të hënave janë në lidhje me ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje. Këtë javë që kaloi ishte në lidhje me ciklin e hënës, që do të kemi një hënë të re nesër. Është tek shenja e demit, video në lidhje me të keni gati te kanali im YouTube, ndërkohë që të hënën e ardhshme, datën 18 do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me pyetje përgjigje. Në qoftë se keni pyetje, mund të më shkruani nga DM-i ose mund të më shkruani gjatë asaj dite. Lidhja drejt për drejtë do të zhvillohet në orën 19 e lidhja drejt për drejtë ditëve të premte. Kjo është në lidhje me parashikimin javor. Të gjitha këto video që dalin nga lidhjet e drejtë për drejta i vetë tek kanali im YouTube-it, të cilin në qoftë se ndiqni, edhe unë kam edhe më tepër mundësi që të bëj video. Dalit e mi janë televizione, paraqiten televizione, që edhe këto janë të hënë dhe të premte. Të hënave janë tek kanali A2CNN, tek programi Dita Jon, është në orën 9 të mëngjesit, ndërkohë që ditëve të premte janë tek kanali Talk Channel, është në orën 10 dhe është në programin Në shtëpinë tonë. Të gjitha këto që sa përmenda, pra të gjitha këto shërbime janë për publikun, prandaj edhe janë pa pagesë, por normal që për te këtyre keni nevojë për informacione, sidomos ato që janë personale, të cilat mund t'i gjeni ose mund t'i merrni vetëm nëpërmjet konsultave personale, sepse detyrimisht kërkojnë një analizë më të detajuar. Këto mund të prenotoni nga numri im i WhatsApp-it, përmbajnë analizën e hartës, analizën e lidhjes për të gjithë ata që janë të interesuar. Ata që nuk e din orën e saktë të lindjes mund të gjejmë orën e saktë të lindjes dhe si rrjedhë shëndetin, ndërkohë që të gjithë ata që e din mund ta gjeni në shumë faqe që ekzistojnë në internet, shëndetin tuaj. E preferuara ime është gjithmonë astrosik.com, me cila është një faqe vërtet shumë e detajuar, mund të merrni informacione edhe në lidhje me vendoset e tjera. Përveç kësaj mund të bëjmë detyrimisht edhe parashikimin në lidhje me të ardhmen ose të merrni përgjigje për probleme specifike ose për çështje specifike që doni të dini në lidhje me jetën tuaj. Radhitjet që do të këshilloj që të dëgjoni të analizat astrologjike ose parashikimet astrologjike do të jetë si fillim analizë e përgjithshme, duke qenë se ajo na prek të gjithë pa përjashtim. Dhe pas kësaj dëgjoni të ascendentin tuaj, pas ascendentit dëgjoni shenjën tuaj të diellit. Ndërkohë që kur bëj analizat në lidhje me ciklin e hënës, të gjithë ata që e dinë do t'i këshilloj që dëgjoni edhe shenjën tuaj të hënës. Është java nga 18 deri në datën 24 maj. Është një javë vërtet shumë e ngjeshur, nuk mbarojnë domethënë ndikimet. Një në radhë të parë do të kemi ditën e martë, kemi kalimin e Marsit tek shenja e Demit. Do të kemi edhe kalimin e Venusit tek shenja e Gëforës. Atëherë, kur Marsi kalon tek shenja e Demit, energjia bie në mënyrë të dukshme, po jep edhe infrastrukturë, dhe duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e Dashit në këto momente, kalimi i Marsit tek shenja e Demit, domethënë një pak a shumë një farë qetësie. Detyrimisht do të jemi vërtet shumë të vëmendshëm se ku qetësohemi dhe në qoftë që të mos e lejojmë, ose më them, të mos e lëshojmë veten tonë menjëherë. Kjo është një nga temat më të rëndësishme, duke qenë se mund të kemi edhe disa tematika manipulative në këto momente që janë shumë aktive. Në qoftë se jemi më alert, e kemi të thjeshtë që t'i perceptojmë dhe të marrim masa, prandaj dhe po e them që të mos e lëshojmë veten komplet, ka shumë rëndësi në këto momente. Ndërkohë që kalimi i Venusit tek shenja e Gëforës, edhe kjo është ditën e martë, do të jenë të dyja gjatë natës. Marsi do të kalojë tek shenja e Demit në orën 2 të natës, rreth orës 2 të natës, ndërkohë që Venusi do të kalojë afër lindjes së diellit, që do të jetë në orën afërsisht rreth orës 5 të mëngjesit. Prandaj dhe dita e martë do të fillojë me këto dy planete të vendosura tashmë tek shenjat të reja. Kalimi i Venusit tek shenja e Gëforës është një ndikim pozitiv në të vërtetë. Kur jemi tek shenja e Binjakëve për Venusin, domethënë një ndikim pakës i lodhshëm, duke qenë se vazhdimisht është në kërkim të diçka të re, dhe kjo detyrimisht na pengon që të kryejmë atë stabilitet që dëshiron Venusi, i cili do që t'i ketë gjëra pak më të sigurta. Por duke qenë se do të ketë gjatë gjithë javës në vazhdim një kënd negativ me Neptunin, domethënë që mund ta manipulojmë veten tonë thjesht për të qenë brenda lidhjeve ose për të qenë në situata të cilat na bëjnë të ndihemi të sigurt. Në qoftë se thjesht shikojmë se për çfarë duam,
diçka në të vërtet, pra nuk futemi me njëherë brenda lidhjeve, ose nuk marrim riske të panevojshme kur vjen puna për të ardhur materiale. Disa raste edhe nëse nuk qëndrojmë në vend thjesht sepse jemi mësuar. Kjo faktikisht kjo vendosje, pra Venusi tek shenja e gëfores është një ndikim shumë më pozitiv se do të thotë stabilitet ekonomik. Këndet negative në të vërtet janë edhe mundësi të papritura, të cilat në qoftë se ne thjesht jemi të qetë, dhe siç e thash, nuk jemi reaktiv, po jemi më të vetëdijshëm ndaj gjërave që po ndodhin në këto momente, kemi mundësi që t'i përdorim, sepse mundësitë prandaj dhe vinë në jetën tonë. Në përgjithësi, këto janë ndikime shumë të shpejta, duke qenë se Neptuni është i vendosur tek shenja e Dashit, prandaj dhe që t'jemi të vëmendshëm dhe t'i kapim është e rëndësishme automatikisht. Duke qenë se edhe Mars do t'jetë në udhëheqjen e të njëjtit Venus, do të thonë që edhe veprimet tona, nëse nuk jemi të kujdesshëm, vërtet që mund të na shkaktojnë shumë dëme. Më tepër këto dëme do të jenë të ardhurat materiale, investimet për shembull që i bëjmë pa menduar mirë mund të na shkaktojnë dëme të rëndësishme, të cilat do të kemi të vështirë pastaj që t'i mbledhim, në qoftë se qëndrojmë në situata të cilat janë problematike, si në vende pune, po ashtu edhe nëse investojmë në shtëpi, sidomos në banesa. Edhe pse nuk jemi të sigurt, për shembull nga burimi ose nga firma të cilën e ka ndërtuar të ndërtesë, kjo mund të jenë tema disi më problematike në këto momente. Fati mirë është se Venusi dhe Marsi kanë kënd pozitiv me njëri tjetrin, do të vazhdojnë që ta kenë pozitiv deri ditën e njëjtë, prandaj dhe e kemi më të vështirë që të gabojmë. Mjafton që të jemi të qetë, pra dhe të marrim vendimet me qetësi. Pak më tepër që e kemi dhe ato mundësi në këto momente, duke qenë se Merkuri do të ketë kaluar, më të themi, do të kalojë ditën e diel tek shenja e binjakëve, dhe çdo javës në vazhdim detyrimisht do të jetë tek shenja e binjakëve, pak më tepër do të ketë edhe këndë pozitive me Plutonin, i cili është i vendosur tek shenja e ujorit, dhe do të jetë edhe gjatë gjithë javës, pothuajse në këndë pozitive edhe me Neptunin. Kjo do më thonë që ai ndikimi negativ që ishte që vinte, më të themi nga Venusi, që mund të bëjmë pak më tepër prej manipulimeve, nëse përdorim logjikën tonë, ashtu siç duhet, përbëjmë analiza të sakta, automatikisht mund të kemi më të thjeshtë, edhe nëse dalin probleme përpara, ti më njanojmë. Pra, thjesht jemi të logjikshëm, të qetë dhe të vetëdijshëm për çdo vendim që marrim. Ndikimi tjetër ose kalimi tjetër planetar që është shumë i rëndësishëm është edhe Dielli do të kalojë tek shenja e binjakëve, pra fillon stina e binjakëve. Tashmë do të futemi në periudhën ku gradualisht natyra do të dëshirojë që të kalojë tek stina e verës. Prandaj dhe jemi në periudhën ku gjithçka po ndryshon, po merr një formë të re. Pak më tepër që jemi në këtë cikël, sepse jemi më njëherë pas një hëne të re, si rrjedhoj që të jemi disi më të vëmendshëm ndaj gjithçka që marrim në këtë moment në jetën tonë, rutinave që ndërtojmë, se ku harxojmë kohën. Kjo është shumë e rëndësishme. Dielli kur kalon tek shenja e binjakëve, të gjithë fokusohen më tepër tek informacioni, rritim më tepër rrjetin tonë social, kemi më tepër dëshirë që të jemi social në përgjithësi. Ky është ndikim pozitiv, sidomos pas një periudhe të gjatë që kemi pasur, sepse kemi pasur një rëndes shumë të madhe, më të themi, dhe mbështetjet tek njëri tjetri, pra socializimi do të na bëjë mirë automatikisht. Duke qenë do të fillojë edhe shenja e binjakëve, gëzuar ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek kjo shenjë. Do të kemi një kënd të vështirë, ndonse të largët edhe të Jupiterit me Chironin. Arsyeja që po e them këtë është se të gjitha sëmundjet që mund të zmadhohen nga hëna e re që do të jetë nesër, mund të jenë edhe më problematike gjatë javës në vazhdim, nëse nuk jemi të vëmendshëm. Prandaj të shplodhemi ka shumë rëndësi në këto momente. Pas hënës së re, pra duke filluar nga dita e diel, në të vërtet energjia do të jetë duke u rritur, kemi mundësi që gradualisht të bëjmë gjërat me qetësi, gjithmonë me qetësi. Por deri ditën e diel do t'i këshilloj që vërtet i marrim gjërat më ngadalë, nëse e ndjejmë trupin tonë më të lodhur, të shplodhemi, sepse vërtet që problemet ose nëse sforcojmë trupin tonë mund të shkaktojnë probleme të rëndësishme, madje nëse do ta mblidhni për shembull veten tonë për një ditë, mund të zgjatet kjo si sëmundje ose si simptom, më të themi, të lodhjes apo të dhimbjes së kokës, mund të zgjaten edhe për pothuajse gjatë gjithë javës në vazhdim. Ditët të cilat janë më problematike gjatë javës në vazhdim do të jetë dita e hënë dhe dita e mërkurë. Dita e hënë sepse kemi dy planete personal të vendosur tek gradet e fundit të shenjave. Një Marsi do të jetë i vendosur tek gradet e fundit të shenjës së Dashit, do të riaktivizoj edhe një herë
të gjitha probleme që ndolën në skenë nga hëna e re që ishte në datën 17 prill. Prandaj, në qoftë se keni pasur probleme, çfarë do lloj problemi në atë periudhë, do t'ju këshilloj që ta riqikonte një herë të merrni masa që të mos e përsëriten të njëjtat çështje, sidomos nëse janë marrëdhënie problematike, të cilat nuk keni ditur se si t'i zgjidhni, do t'i këshilloj që t'jeni shumë të vëmendshëm të flisni qartë me personat përkatës. Dhe do të kemi edhe Venusin në gradën e fundit të shenjës së binjakëve. Kjo do më thënë që disa persona mund të shkëlqejnë, por ky shkëlqim është i rem, prandaj edhe duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm se ku mbështetemi, se kujt t'i japim kohë, se edhe këmbështetim në këtë moment. Dhe secilët janë personat të cilët japim rëndësi në këtë moment. Prandaj dhe në këto pikpamje do të këshilloj që të jemi vërtet shumë të vëmendshëm, të bëjmë investime të nxituara në këtë moment vërtet që na dëmton, investime më tepër nga ana materiale bëhet fjalë. Gjithsesi, nëse jemi të vëmendshëm, në të vërtetë, duke qenë se Mërkuri është vendosur tek shenja e binjakëve, në lidhje me tregtinë mund të kemi ndikime pozitive, por nëse jemi të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm për çdo veprim që bëjmë, të marrim riske të panevojshme, pa në çfarë do lloj aspekti nuk është e këshillueshme. Dhe dita tjetër që ishte problematike është dita e Mërkurit, sepse kemi shumë kënde negative. Hëna do t'jetë vendosur tek shenja e Gaforës, kjo do më thënë që problemet më të rëndësishme mund t'i bëjmë re brenda familjeve. E kam përmendur që marrëdhëniet familjare mund të jenë pak të dhunshme në këtë moment, sepse po krijojnë disa relata të reja ose dinamika të reja. Do të kemi këtë hënën e re e cila në të vërtet po krijon një cikël të ri, po nxjerrin më tepër në skenë problemet që ekzistojnë këtu. Dhe është një periudhë e gjatë në të vërtet që këto lloj marrëdhënies janë shumë më tepër në sipërfaqe që po kuptojmë se ne kush jemi si individ, se si duhet i trajtojmë njerëzit që kemi rreth rrotull. Detyrimisht edhe dita e Mërkurit mund të bëhet pak e lodhshme për këtë arsye. Të jemi të vetëdijshëm në lidhje me këto marrëdhënie, të qëndrojmë larg situatave toksike, nuk po them mirë se për situatave toksike, është shumë e rëndësishme në mënyrë që të mos ndikohemi negativisht, sepse në këto momente të gjitha marrëdhëniet të cilat nuk janë të shëndetshme, vërtet që mund të na lodhin dhe energjinë që mund ta kanalizojmë diku tjetër, vërtet që do të na duhet që ta kanalizojmë për të mirëmbajtur statusin quo ose për të mirëmbajtur qetësinë në disa raste. Në lidhje me shëndetjen e përgjithshëm është vërtet indikuar sepse kemi Chironin, siç e përmenda, në kënd negativ me Jupiterin, prandaj edhe problemet që mund të kemi në këtë moment në lidhje me shëndetjen, sidomos ato që kanë të bëjnë me temperatura të larta, mund të zmadhen edhe më tepër, prandaj dhe thash, domethënë që të shpëllhemi ka rëndësi. Në këtë moment e vërtet që nëse shpëllhemi mund të kalojmë sëmundje shumë më thjesht. Nëse sforcojmë trupin tonë, është një nga ilaçet më të mira. Pra, detyrimisht të përdorim ilaçe nëse na nevojitet është gjë tjetër, domethënë. Dhe plus, duke qenë se hëna do të jetë duke u smallëruar, kemi mundësi që të kryejmë edhe disa rutina shumë më të shëndetshme. Në përgjithësi këto rutina, këshillimi do të ishte do të jenë në lidhje me edukimin, sidomos në qoftë se duhet që të zhvilloni një uri tuaj, është një moment shumë i rëndësishëm sepse dielli do të kalojë tek shenja e binjakëve. Dhe kjo do më thënë informacione të re që futen shumë shpejt. Në qoftë se dëshironi që të rrisni jetën tuaj sociale, këtë përmenda që në fillim, do t'ja këshilloj edhe këtë që të filloni dhe të udhëtoni, nëse keni plane të tilla, të bëni pak a shumë një herë në javë, për shembull, jap thjesht shembull, që të shkoni diku afër dhe në këtë mënyrë dhe të jeni dhe ju personat të cilët e shijoni jetën më shumë, është e rëndësishme në këto momente. Pra, që ta përjetojmë jetën në çdo aspekt më të plot është e rëndësishme vërtet. Dhe diçka tjetër që është një nga temat kryesore tek kësaj hëne të re, duke qenë se tashmë na duhet që mësimet që na janë dhënë nga universi, nga Zoti, nga sistemi, quajmë çfarë të doni, pak rëndësi ka. Tashmë duhet t'i marrim, t'i mësojmë dhe pas datës 21 qershor, tashmë duhet t'i vëmë në aplikim, pra nuk kemi më justifikime që të themi nuk e di këtë gjë ose nuk e di atë tjetër. Do t'i këshilloj që në këtë moment ta vërtetoni jetën tuaj dhe veten tuaj më sakt, më shëndetshëm, në mënyrë që pas datës 21 qershor të mos keni probleme, sepse vërtet që në qoftë se bëni gabime pas datës 21 qershor, ndëshkimi do të jetë pothuajse automatik. Si rredoj, që deri në atë datë, domethënë, të marrim masa, që të jemi më të vetëdijshëm për çdo veprim që bëjmë dhe për çdo vendim që marrim, është vërtet shumë e rëndësishme. Nuk është diçka
e thjesht, e kuptoj, por është e domosdoshme tashmë, sepse kemi arritur në atë stad të evoluimit njerëzor. Fjalë në të gjitha fushat e jetës. Vërtet domethënë, të gjitha veprimet që bëjmë pas kësaj duhet të jenë të bazuara tek logjika, të jemi të vetëdijshëm. Pra në çdo hap që hedhim duhet të themi çfarë pasojë do të ketë ky pas një farë periudhe dhe çfarë pasojë do të ketë edhe për njerëzit që kemi rreth rrotull, jo vetëm për mua. Jemi futur në një fazë ku duhet të kuptojmë që jemi pjesë e shoqërisë, jemi pjesë e një kolektivi dhe çdo vendim që ne marrim përfiton ose dëmton njerëzit që kemi rreth rrotull përtej nesh. Nuk kemi mundësi që të jemi egoistësh më. Të gjitha këto do fillojmë që të ndjejmë vërtet shumë, duke filluar nga data 18 gusht e tutje, por deri në atë datë vërtet që të gjitha, siç e thash, ndëshkimet do të jenë pothuajse automatike. Ndërkohë që pas datës 18 gusht tashmë është periudha që të gjithë personat të cilët e kanë aplikuar këtë në jetën e tyre do fillojnë që të shkojnë përfitime shumë të mëdha. Jemi tek shenja e dashit. Shenja e dashit shpëton ditën e martë nga një vendosje e cila është bërë problematike këtë vit. Marsi i vendosur tek shenja juaj. Kjo sepse ka rritur shumë impulsivitetin dhe mbi të gjitha ju ka dëmtuar, duke qenë se të gjitha vendimet që mund të keni marrë pak a shumë mund të ketë prishur. Mund të ketë sjell në jetën tuaj individ të cilët nuk janë shumë pozitiv, mund të ketë sjell në jetën tuaj disa dinamika problematike, pak më tepër që kishim edhe kënde negative vazhdimisht të njëjtit Mars me Jupiterin dhe të gjitha kalimet planetare që të këtij viti kishim edhe në kënd negativ me Jupiterin, pra, ishin tek shenja juaj. Prandaj dhe për ju ka qenë një vit i lodhshëm deri në këtë moment. Pavarësisht se është një vit që ju rriteni, zhvilloheni, bëheni persona me një autoritet shumë të lartë, deri në këtë moment ti jemi realistë dhe ju vetë nuk mund ta keni kuptuar se çfarë keni bërë. Por jemi futur tashmë në fazën, po e them në këtë mënyrë, duke filluar që nga dita e martë të tutje, futeni në fazën ku të gjitha punët që keni bërë, të gjitha vendimet që keni marrë, pozitive apo negative, të gjitha gjërat që keni ndrequr ose keni prishur, filloni që të perceptoni shumë mirë dhe si rridhoj pas kësaj e keni shumë më të thjesht jetën, sepse siç e thash, ajo rëndesa që ju jep te Marsi, edhe pse është drejtuesi juaj, do të kaloj, do të zhvendosë, pra do të jeni më tepër të fokusuar tek ana praktike e gjërave, do të jeni më të organizuar, ai zjarri i madh që kishte ose impulsiviteti i madh që kishte, do të ulet dhe do të jeni persona më të shtruar tashmë. Dhe si rridhot mund të keni dhe mundësi më të mëdha për të shijuar jetën. Marrëdhëniet sociale në këtë moment janë shumë të rëndësishme për ju. Jeni një nga shenjat e cilat ndikohet më pozitivisht madje në këtë aspekt. Keni një mënyrë komunikimi shumë efektiv. Kur Venusi ishte, ndërkohë që Venusi ishte në këtë moment tek shenja e binjakëve, ndikimi ishte shumë më pozitiv sepse kishte edhe një kënd pozitiv me Marsin. Pra, ishte një zbutje shumë e madhe. Nëpërmjet komunikimit arritni që të zgjidhni edhe problemet. Detyrimisht impulsiviteti mund të ketë peshur punë, po nëpërmjet komunikimit mund të keni zgjidhur këto. Do t'ju këshilloja që të vazhdoni me të njëjtat tematika, pra nëse keni probleme të vazhdoni që të komunikoni hapur, nëse se keni nevojë që të shpreheni, sepse mund të keni një nevojë vërtet shumë të madhe që të nxirrni të gjitha ato ose të tregoni të gjitha problemet hallit që keni pasur deri në këtë moment. Do t'ju këshilloj që të drejtoheni tek shoqëria në këtë moment, siç e thash, jeni në një fazë ku socializimi është shumë i rëndësishëm dhe ju bën mirë mbi të gjitha. Përsa i përket çështjeve sentimentale, kemi në fundjava e ardhshme është një nga periudhat më pozitive për këtë aspekt, sepse ju bën që të rishikoni edhe një herë si marrëdhëniet e të shkuarës, po ashtu edhe për persona që në këtë moment jeni pak a shumë në ure që nuk e dini të fillojmë apo mos fillojmë diçka. Është një vendosje pozitive, kemi disa vendosje pozitive, më të themi që ju rrisin shumë pasionet dhe do t'ju këshilloj për këtë arsye që ta përdorni, në qoftë se keni një lidhje problematike me kalimin e Marsit tek shenja e Demit, kjo pothuajse zbutet në mënyrë automatike. Dhe pika tjetër që është shumë e rëndësishme, duke filluar nga dita e martë të tutje, kemi një fokusim shumë më të madh për të kryer stabilitet ekonomik brenda shtëpisë, sepse Venusi do të kalojë tek shenja e Gaforës. Dhe në qoftë se nuk vjeni prej e manipulimin, në shumicën e rasteve manipuloni veten tuaj, domethënë, dhe mund të dalin përpara ose të përdorni, mundojnë të përdorni mundësi janë në dukje të mirë, po në të vërtetë nuk janë. Pra në qoftë se nuk vjeni prej këtyre manipulimeve,
mund të keni edhe mundësi në të vërtet që ose të bëni me shtëpi ose të rregulloni ambientin që ju rrethon, të rregulloni marrëdhëniet familjare, sepse kemi farë zbukurimi këtu. Pika e manipulimit është sepse injeti Venus ka dhe kanë negativ me Neptunin që është i vendosur në këtë moment tek shenja juaj. Okej, shenja e Dimit. Pas hënës së re, në të vërtet për ju do të kemi një shkëlqim vërtet shumë të madh në këtë moment, për të gjitha shenjat jemi në një energji shumë të luhatur. E ti që kemi probleme sidomos në lidhje me shëndetin, edhe për ju mund të jetë shumë më e prekur kjo si temë. Zbutet në mënyrë të dukshme që nga dita e martë, kërkoj ndjes që nga dita e diel, këtë të diel pra në datën 17, kur Mërkuri do të kalojë tek shenja e Binjakëve, duke qenë se pjesa e parë e ditës së diel do të jetë me Mërkurin të vendosur te grada e fundit të shenjës tuaj. Kjo do të thonë që mund të keni vazhdoni që të keni probleme në lidhje me shëndetin, mjafton që ta merrni pak më të përqetësi, të shplodheni, kjo është e rëndësishme për ju, nëse shplodheni ne keni shumë të thjeshtë të t'i kaloni problemet. Ndërkohë që nëpërmjet komunikimit mund të zgjidhni punë, duke qenë se Venusi do të kalojë tek shenja e Gaforës, sidomos nëse flisni butë domethënë me njerëzit. Në të njëjtën kohë edhe mund të bini më tepër pre e manipulimit. Këtu bëhet fjalë më tepër në lidhje me tregtin ose ju vetë mund, nëse dëshironi që në këto momente të zgjidhni probleme që mund të ekzistojnë me vëllezërit dhe me motrat tuaja, mund të bini pre e manipulimeve sepse doni domethënë që këto marrëdhënie të rregulloni. Po e themi në këtë mënyrë. Në qoftë se jeni pak më realist të shikoni gjërat ashtu siç janë, ne keni shumë të thjeshtë të anashkaloni problemin, por në qoftë se bini prej këtyre manipulimeve, vërtet që mund të dëmtoheni, sepse mund të shgënjeni vërtet edhe më tepër. Nga ana tjetër, në qoftë se jeni realist, përkundrazi, ky kënd mund të thotë edhe mundësi për të rregulluar këtë marrëdhënie ose për të rregulluar ose për të krijuar më të themi marrëdhënie shumë më të ngushta, sepse i njihni më mirë njëri tjetrin, pra dini më mirë limitet dhe kufijtë e njëri tjetrit. Kjo do të thonë që futen në një fazë ku socializimi automatikisht ka rëndësi edhe për ju. Ky socializim vjen në mënyrë që të krijoni më tepër një rreth të ngushtë i cili është më i dobishëm për ju. Kjo ju bën në të vërtetë që të keni dhe të ardhur materiale më të mira. Të gjitha investimet që keni bërë deri në këtë moment, sidomos të një muaji në fundit, do të thonë që të vinë rezultatet shumë shpejt, madje duke filluar që nga data 21 maj, duke qenë se atëherë të diell do të kalojë tek shenja e Binjakëve, të gjithë personat që merren me tregti ose që janë në një farë mënyrë merren me rrjete sociale ose me komunikimin, për shembull gazetarët, edhe personat që pak a shumë kanë komunikimin, pra si thelbi i punës së tyre ose marrëdhëniet njerëzore. Do të keni një sukses shumë më të madh, do ta vini rritjen shumë herë më shpejt, vlerësoheni shumë herë më tepër edhe nga vendi juaj punës në lidhje me karrierën, pra keni një rritje vërtet shumë më të madhe. Ndërkohë që hëna e re që është nesër, pra ditën e shtunë, është në datën 16 maj, por ju do më thënë tashmë mbarimi një periudhe, vërtet mbarimi një periudhe ku ju vetë keni ndëshkuar veten tuaj dhe keni mbajtur të vogël, pas kësaj keni shumë më të thjeshtë vërtet. Gjëja që vërtet do t'ju këshilloja që ti merrni gjërat pak më tepër qetësi dhe të shplodhen, ti bëni gjërat vërtet me qetësi. Dal ngadalë, një nga një, sepse keni kohë, në këtë moment vërtet që keni kohë. Tashmë periudha që ishte gjithçka do t'i bëni shpejt ka mbaruar, me qetësi mund të bëni gjithçka. Shenja e Binjakëve, siç e përmenda disa herë, kemi kalimin e diellit tek shenja juaj. Kjo do të thonë që fillon stina dhe si filloi energjia juaj tashmë është më e përshtatshme me ambientin që ju rrethon. Edhe për ju një lloj siç është tek të gjitha shenjat e tjera, do të thotë një socializim shumë më i lartë, por në këtë moment ndjeni më tepër vetja juaj. Normalisht kjo të fillojë nga dita e njëjtë tutje, deri ditën e njëjtë, mund të jeni disi në ujëra që ndjeni vetëm pak të rënduar, marrëdhëniet shoqërore ju duken pak të vështira, mund të bini pak më tepër pre e melankolisë. Në disa raste, edhe pse doni që të bëni gjërat, ndoshta nuk gjeni energjinë e mjaftueshme. Por, nëse edhe ju, një lloj siç është tek shenja e Demit, i merrni gjërat me qetësi dhe shplodheni kur duhet të shplodheni, lëvizni kur ju duhet të lëvizni, që keni mundësi pra fizike për të lëvizur ose edhe mendore në disa raste. Do ta keni vërtet shumë të thjeshtë, vërtet shumë më të thjeshtë të menaxhoni komplet situatat. Në këto momente, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja juaj,
Mërkuri do të kaloj ditën e diel, pra do të kemi që nga dita e hënë tutje do të jetë një me mërkurin të vendosur tek shenja juaj. Kjo do të thënë që mendja jo punon shumë shpejt, edhe gjeni zgjidhje dhe probleme që ekzistojnë. Marrëdhëniet sociale në këtë moment janë vërtet shumë të spikatura, më duhet të them, dhe njerëzit që hyjnë në jetën tuaj ose që rikthehen, në disa raste edhe persona që keni, aktualisht e keni dhe muhabetin mirë, po e them në këtë mënyrë. Janë persona të cilët ju bëjnë që të kuptoni më mirë veten, të dini se ku i keni anët tuaj të forta dhe të zhvilloni ato, të dini se ku duhet merrni masa. Pra janë persona që kanë një farë sinqeriteti. Dhe normalisht ju bëjnë që të ndjeni më mirë dhe melankolia që sa përmenda do t'ju ndihmojë që ta lini mbrapa. Për sa i përket çështjeve sentimentale, jeni nga shenjat e cila është e favorizuar dhe nga ana tjetër është edhe pak e ndikuar në një mënyrë pak të vështirë. Duke qenë se duhet të pranoni edhe anët tuaja të cilat janë pak problematike brenda lidhjeve. Dhe të mos vini prej gjithçka që dëgjoni rreth rrotës, të mos në lidhje me partnerët tuaj, sepse vazhdojmë që të jemi në fazën që marrim vesh në lidhje me tash temat që janë bërë si për ju, por ashtu në lidhje me partnerët tuaj, të cilat janë me qëllime të këqija. Po faleminderit, të penalizuar, jeni të penalizuar, faleminderit s'po më vjen mend fjala. Gjithsesi, në qoftë se, siç e thash, jeni të qetë edhe në këtë pikpamje, marrëdhëniet edhe personale, edhe në lidhjet afatgjate, edhe fillimet të reja që mund të keni në këtë moment janë vërtet shumë pozitive për ju, sepse shenja e binjakëve në këtë moment ka një ndikim shumë të madh pozitiv. Jeni në një fazë zgjerimi ose të gjetjes së vetes, më të themi. E pak më tepër që edhe hëna e re që është nesër, pra ditën e shtunë, në orën 22, pra 16 maj 22, është një hënë e re e cila ju bën që të kuptoni shumë mirë anët tuaj të errta, botën tuaj, anët tuaj në subkonsciencën, e cila në të vërtet deri në këtë moment mund të ketë penguar në një mënyrë ose në tjetër që të avanconi. Dhe java që vjen, si rredoj, keni shumë më të thjeshtë, pasi gjithçka do të jetë në sipërfaqe dhe dukshme. Shenja e gëfores, duke qenë se do të kemi dy vendosje pozitive në të vërtetë tek shenja e gëfores javën në vazhdim, është një ndikim shumë më pozitiv. Java fillon me hënën të vendosur tek shenja e binjakëve, në të vërtetë është e vendosur tek një yll fiks i cili është shumë pozitiv. Është shumë i spikatur, më të themi, na bën shumë të suksesshëm, dhe kur hëna është e vendosur në një yll fiks të tillë, për shenjën e gëfores automatikisht pothuajse domethënë ndikime pozitive, këto në përgjithësi vijnë si rredoj e punës që kemi bërë me veten. Pra, nëse kemi punuar për të kuptuar anët tona, të cilat na kanë penguar, të cilat kanë qenë jo të shëndetshme, pra kemi rritur vetë dijen tonë. Gjatë javës në vazhdim, duke qenë do të fillojmë me këtë fiks, do të kemi një javë shumë herë më tepër pozitive, pak më tepër që energjia do të vijë duke u rritur. Por dita e hënë është një ditë e cila kemi edhe dy planete personal që janë në gradë të fundit të shenjave, një para duke qenë se kemi Marsin e vendosur në kënd negativ, edhe në kënd negativ me Jupiterin, por sado që të jetë i largët dhe tek shenja e Dashit, do të thotë probleme në lidhje me karrierën. Bie më tepër në sy, jemi më të spikatur gjatë javës në vazhdim, por kjo mund të nxjerrë në skenë edhe xhelozi, persona të cilët thon fjalë me kunj, ose persona të cilët flasin keq mbrapa krave tanë. Ndikimi më i madh pozitiv që ka java në vazhdim është se do t'i kuptojmë të gjitha këto duke filluar nga dita e martë. Pra dalin në skenë dhe tillë. Këta persona tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë, pra. Është edhe një nga temat e cila ishte më e spikatur, se përdorë disa herë fjalën e spikatur, por vërtet ishte një nga temat më dominante të javës në vazhdim. Si rredo kemi mundësi që të marrim masa. Prandaj, ditën e hënë do t'ju këshilloj të gjithëve që të vëzhgoni. Duke qenë se dita e martë e tutit, tashmë të gjithë këta persona do të kenë dalë më tepër në skenë, edhe ne do të dimë se si të marrim masa. Kemi kënde negative të Neptunit me Venusin, cili ditën e martë do të kaloj tek shenja e gëfores. Kjo do të thotë që problemet që ekzistojnë brenda punës, karrierës me kolegët tanë, në të vërtetë na japin mundësi që ne të dalim më tepër në skenë, të jemi persona më të suksesshëm. Pse? Sepse kemi aftësi vërtet shumë të mëdha kognektive në këtë moment për të zgjidhur këto probleme. Kemi një intuit vërtet shumë të lartë, e cila ka filluar që të jetë efektive që nga kalimi i Uranit tek shenja e binjakëve, dhe do të zmadhohet edhe më tepër bashkë me kalimin edhe të diellit dhe të Mërkurit tek kjo shenjë.
Pra, duke filluar që nga dita e diel, pra datën 17 e tuti, do të fillojmë që ta ndijmë edhe më tepër këtë efekt. Do t'i këshilloja për këtë arsye që intuitën ta dëgjoni normale duke përdorur edhe logjikën, pra eksperiencë që keni marrë nga jeta. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në të vërtetë të tre shenjat e ujit në këtë moment kanë një fat shumë të madh. Sidomos java në vazhdim do ta ndijmë edhe më tepër këtë, se do të kemi shëruar pak a shumë veten tonë. Dhe duke qenë se kemi një vetëdijsi më të lartë për përsëris, është shumë herë më e mundshme që të jemi të suksesshëm në çdo aspekt të jetës, por sidomos për sa i përket lidhjeve që kryejmë në këtë moment, bëjmë vërtet familje për ne. Është edhe në lidhje me çështje shoqërore, është edhe në lidhje me çështje sentimentale pra. Për sa i përket shëndetit, duhet jemi të gjithë të kujdesshëm. Shenja gafore të thonë të re ka shumë problematike, si rrjedhoj ditën e nesme dhe të dielën e ka më problematike, po java në vazhdim në përgjithësi është pozitive në këtë aspekt. Shenja e luanit. Kjo është shenjë shumë e ndikuar. Javën do ta mbyllon se më themi fundjava, është në përgjithësi me hënë të vendosur tek shenja juaj. Fillojmë me hënën të vendosur tek shenja e binjakëve, siç e përsërit edhe një herë, dhe duke qenë se kemi kënde pozitive edhe me zhunën të njëjtës hënë, e cila është e vendosur tek shenja ujore për përballë me ju, ka një ndikim shumë të madh pozitiv në marrëdhëniet personale. Arrini që të gjeni një gjuhë të përbashkët pothuajse vetë ju, pak a shumë në mënyrë telepatike me partnerët tuaj. Për të gjithë ata që nuk kanë njëri në jetën e tyre, pavarësisht kësaj ndihen shumë të plot, shumë mirë brenda lëkurës, pra. Dhe kjo është një nga arsyet më të rëndësishme që kemi në këto momente, që për shenjën tuaj, java në vazhdim fillon me një optimizëm shumë të lartë. Pak më tepër që do të jemi pas një hëne të re, që do me thënë dielli është vërtet në një pozicion tashmë ku ju bën që të ndriçoni. Duke qenë se është i vendosur edhe tek shtëpia juaj e karrierës, do me thënë që në karrierë mund të lëvizoni vërtet shumë. Perceptoni shumë herë më mirë edhe cila është rruga që duhet të ndiqni. Pak më tepër që personat problematik që ju kanë penguar dalin në skenë, që kishin mundësi më thënë që të pengoni për zhvillimin tuaj në karrierë, dalin në skenë këtë fundjavë dhe do të arrini që të perceptoni shumë mirë, pra si dhe keni mundësi që të merrni masa. Dita mërkur është një ditë e cila është e vështirë, për ju është më e vështirë sepse hënët duhet të vendosur tek shenja gafore, pra është në subkonsciencën tuaj, si dhe jeni pak më të hapur gjatë asaj dite që të bëni gabime. Për fat të mirë, java në vazhdim do të thotë edhe një shpërndarje mirë elementesh, pra janë të balancuara. Ndërkohë që këtë fundjavë, për shembull, shenjat e zjarrit janë shumë dominante, gjatë javës në vazhdim kjo nuk do të ndihet, përkundrazi kemi elementin e ajrit tashmë më të lartë, prandaj dhe logjika është shumë herë më efikase, si edhe mund ta përdorni pothuajse në çdo aspekt të jetës. Jemi futur në fazën ku ju keni një dëshirë vërtet shumë të madhe që të lëvizni, të jeni më social, të argëtoheni më tepër madje, do t'ju këshilloj të vazhdoni ose më themi ta ndiqni këtë frym, që përmend edhe javën e kaluar. Për ju është një nga temat më të rëndësishme, pra sepse ju është në kodin tuaj që të argëtoheni, atëherë jeni vetvetja. Do të këshilloj edhe gjatë kësaj jave të vazhdoni që ta përdorni. Shenja e Virgjëreshës. Kjo është një javë e cila do të mbyllet me hënën të vendosur tek shenja e Virgjëreshës. Dita e diel në të vërtetë për ju për këtë arsye mund të bëhet pak problematike, sepse një të hënë do të ketë edhe kënde negative, një me Saturnin, madje do të kemi edhe një kënd negativ të Venusit me Plutonin që të asaj dite, të cilën në mënyrë të anasjellët ju prek edhe juve sepse prek shëndetin tuaj fizik. Shenja e Virgjëreshës gjatë kësaj jave, fokusimi kryesor duhet ta ketë tek karriera, duke qenë se hëna e re që është nesër, pra ditën e shtunë, datën 16 maj, do të jetë tek shtëpia juaj e cila ju ndriçon se ku keni penguar veten tuaj, se ku keni pas anët tuaj fanatike apo kushtëzime tuaj të cilat i kanë mbajtur mbrapa. Është një hënë shumë pozitive në këtë aspekt për ju, edhe pse e lodhshme detyrimisht. Gjithsesi, duke qenë se kemi shumë kalime tashmë, një nga një do të kalojnë të gjitha planetet tek shenja e binjakëve, por fokusimi kryesor është karriera, por përsëris kemi një riperceptim komplet të jetës, kuptojmë shumë mirë se
cilat janë rrugët që duhet të ndjekim, sepse që thash edhe kushtëzimet tashmë i kemi hequr qafe. Që të trajnoheni, të udhëtoni, në qoftë se keni një mënyrë investimi që dëshironi ose një investim që dëshironi ta bëni, sidomos në lidhje me jashtë shtetit, do të këshilloj patjetër. Tregtia ka shumë më tepër prioritet në këto momente. Keni një mënyrë perceptimi shumë më të gjerë të botës, prandaj dhe kjo ndihmon që çdo gjë pothuajse ta ktheni në arbra. Ndërkohë që puna që keni bërë deri në këtë moment e fillon gradualisht dhe ju shpërblehet, por përsëri dita e diel mund të bëhet pak problematike. Duhet jeni shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin fizik, nëse jeni të kujdesshëm në lidhje me shëndetin fizik, që gjithë javës bëhet fjalë thjesht për ditën e diel. Ditën e diel ta kaloni shumë thjesht dhe normal të mos merrni risque të panevojshme. Në lidhje me karrierën është një temë që është shumë e rëndësishme në këto momente, prandaj dua ta analizoj disa herë. Puna që keni bërë, jo vetëm tani, puna që keni bërë që nga janari vitit 2025 fillon gradualisht të jep rezultate në këto momente. Është, domethënë paga shumë, ai rrënja është shumë e thellë në këto momente dhe filloni që të shikoni se çfarë keni bërë, çfarë pune keni bërë, sepse tani po shpërthen bima pra, është tonë bambu që shpërthen me njërë. Prandaj dhe kjo është një ndër momentet më pozitive që keni, gjitha problemet që mund të keni pasur në këto pikpamje për pothuajse një vit e gjysmë pra, tashmë filloni dhe i zgjidhni gradualisht, sepse që thash, puna ju shpërblehet, investimet që keni bërë shpërblehen, sidomos personat që merren me tregti po e nënvizoj edhe një herë, këtë javë kanë shumë pozitive, sidomos dita e premte dhe dita e njëjtë është pozitive. Të dyja këto ditë janë shumë pozitive për të gjithë personat që merren me tregti. Po edhe në një farë mënyrë nëse merren me komunikimin, pra është shumë pozitive si ditë. Ndërkohë që kjo është një temë që do të këshilloj që të jeni të vëmendshëm për gjithë personat të cilët kanë një punë që ka risk, përmban risk fizik brenda, do të këshilloj që të jeni shumë të vëmendshëm, sidomos fundjavën e ardhshme, pra datën 23 dhe 24. Shenja e peshores është do të vazhdoj që të jetë një nga shenjat e favorizuar, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e binjakëve tashmë, edhe Merkuri do të kalojë ditën e diel këtu, pra në datën 17 maj, pak më tepër që në datën 21 do të kemi edhe kalimin e diellit tek shenja e binjakëve. Kur kemi vendosje tek një tjetër shenjë të njëjtit grup, pra të njëjtit element, siç është shenja e ajrit, pra që është peshore në këto momente, dhe kalimin e gjitha planeteve tek një shenjë tjetër ajri që është ajo e binjakëve, është ndikim i madh pozitiv. Dhe duke qenë se kemi edhe vendosje pozitive në këto momente, ose kënde pozitive edhe me vendosje tek shenja ujore, por jo do më thënë që krijohet automatikisht një trekëndësh ajri. Trekëndësh ajri do më thënë që kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që të përdorim intelektin tonë, komunikimi shumë efikas, jemi shumë të qartë se cilat janë hapat që duhet të hedhim. Prandaj, duke filluar që nga dita e hënë deri në fundjavë do të këshilloj me ngum që ta përdorni. Dita e diel në të vërtetë mund të bëhet pak problematike, sepse ju përkon me kënde negative që prekin tek ju shëndetin fizik, por deri ditën e shtunë është një javë vërtet shumë pozitive. Pikat që ndikon më tepër janë fillimet të reja, sidomos nëse bëni bashkëpunime me individ, do të thotë ardhur materiale shumë të mira. Fillimet të reja në lidhje me çështje sentimentale në këto momente janë shumë pozitive vërtet, sepse të gjitha lidhjet që krijojnë në këto momente janë afatgjata. Dhe mbi të gjitha mund të jenë dhe shpirtyja binjak. Nuk vërtet shumë si përcaktim, por gjithsesi po e them, unë jam persone që kuptojnë mirë, persone të cilët keni mundësi që të krijoni familjen, po çfarë do lloj gjëje që dëshironi ju. Ndërkohë që për sa i përket të ardhur materiale, vërtet që jemi futur në fazën ku prodhoni ju në këto momente. Kemi një kënd negativ të Venusit, me njerë sa po të kaloj, do ta ketë një kënd negativ me Neptunin që është vendosur tek shenja e dashit në këto momente. Kjo do me thënë që mund të toleroni më tepër se çfarë duhet, ose në lidhje me punën tuaj dhe të thyeni zemrën e partnerit tuaj, ose të toleroni shumë më tepër se çfarë duhet dhe le të them të jepni më tepër se çfarë duhet partnerit tuaj dhe të neglizhoni punën tuaj. Këto janë dy gjëra të cilat vërtet do të këshilloj që t'i mbani në balancë gjatë gjithë javës në vazhdim, duke qenë se gjatë gjithë javës do të jetë një kënd aktiv.
Në qoftë se mbajmë këtë sistem në balans, edhe marrëdhënia me partnerin tonë do të vazhdojë që të lëvizojë, edhe karriera jonë do të vazhdojë që të lëvizojë. Pra t'i japim kohën e duhur dhe vlerësimin ose përkushtimin e duhur të gjitha temave në këto momente. Për sa i përket shëndetit që përmenda në fillim, do ta ndjejmë edhe për ju më tepër ditën e diel, por gjatë javës mund të kemi probleme të cilat në përgjithësi vijnë në një ulje të energjisë. Kjo sepse në këto momente Venusi do të ketë kaluar, ose më them ditën e martë, Venusi do të kalojë tek shenja e Gaforës, e cila është në një kënd negativ me ju. Prandaj derisa të mësojeni me atë si energji, pra do t'ju duhet pak punë, prandaj energjinë ta përdorni në mënyrë të moderuar, është e rëndësishme. Nëse e shpërdoroni energjinë tuaj gjatë fundjavës, do të ndjeni pak a shumë të zbrazët, pra. Dhe mund të prekeni edhe nga virusat për shembull që kemi në këto momente. Shenja e Akrepit. Hëna e re, që është nesër, pra në ditën e shtunë, në datën 16 maj, është shumë e rëndësishme për ju. Duke qenë se do të thotë perceptimi i saktë i çdo gjëje, çdo vendimi që kemi marrë në jetën tonë, si në lidhje me çështje sentimentale, po ashtu dhe në lidhje me veten tonë, e në lidhje me karrierën dhe në lidhje me familjen. Të gjitha dinamikat janë në shqyrtime sipër në këto momente, në analizë sipër pra. Kjo është ndikim shumë i madh pozitiv, vërtet shumë i madh pozitiv, por është shumë i lodhshëm deri ditën e hënë. Prandaj që të qëndrojmë të qetë, të marrim masa, që të shplodhemi kur e ndjejmë veten të lodhur, ka shumë rëndësi, që të jemi shumë të kujdesshëm me rutinën tonë, me atë çfarë konsumojmë, ka shumë rëndësi. Dita e diel në të vërtetë do të preki pothuajse në mënyrë të drejtë për drejtë të gjitha konfliktet që kemi pasur si me familjen tonë, po ashtu edhe me partnerët, prandaj dhe do t'ju këshilloj, kjo diel, domethënë data 17, do të prek këto lloj tematikash, prandaj këto mund t'i mbartim pak a shumë edhe gjatë javës në vazhdim, nëse nuk jemi të vëmendshëm. Por nëse jemi të vëmendshëm, java në vazhdim do të jetë në tashmë në tematika të cilat jemi të qartë. Do të vazhdojmë që të ndërtojmë në vend që të na duhet që të rekuperojmë kohën që kemi harxuar, ose në disa raste edhe të rekuperojmë marrëdhëniet të cilat janë shndruar në toksike. Të jemi të vëmendshëm me atë çfarë se si komunikojmë, të jemi të vëmendshëm se si i përqasemi njerëzve dhe situatave rrethore, është shumë e rëndësishme, por përses deri ditën e hënë, ndërkohë që nga dita e martë e tutje kemi një aktivizim pothuajse automatik të gjithçkaje. Këtu, domethënë që logjikën e përdorim në shumë efikase. Të gjitha marrëdhëniet që tash janë problematike gjatë fundjavës dhe gjatë ditës së hënë, i gjejmë si dhe pothuajse automatike. Kemi një perceptim shumë më të saktë dhe efikas të jetës. Ndërkohë që problemet që mund të kemë dalë që nga kjo javë, më të them me kolegët tanë ose tek vendi jonë i punës, kemi kuptuar personat të cilët nuk ne kanë me të mirë, për shembull që janë toksik, dhe të dimë se si të marrim masa, ku të reagojmë dhe ku të mos reagojmë, do ta kemi shumë më të thjeshtë gjatë javës në vazhdim. Këshilla ime do të ishte gjithsesi që nëse ndodheni në situata të tilla, pra sidomos nga kolegët tuaj që janë toksik, do të këshilloj që të mos reagoni, sepse në të vërtetë të gjitha reagimet tuaja mund të përdoren. Dhe ndërkohë që keni mundësi që të avanconi shumë, të bëni persona shumë të suksesshëm në të vërtetë në këto momente në karrierë, mund të humbisni pikë pra në sy të afërorëve tuaj nëse reagoni. Në lidhje me shëndetin është një periudhë shumë e rëndësishme, jeni të prekur, nuk kam çfarë të them. Ndikimi më i madh është vjen nëpërmjet infeksioneve, si në rrugët në organet gjenitale, po ashtu edhe në zorët në trash. Duhet jemi shumë të vëmendshëm për këtë arsye se çfarë konsumojmë. Deri ditën e nesërme kemi mundësi që të bëjmë detox, mund ta përdorni nëse dëshironi një ditë pra që të bëni një detox. Por pas asaj duhet jemi të vëmendshëm në atë çfarë konsumojmë, që të fillojmë dhe të konsumojmë gjërat më të shëndetshme, pra sepse vullneti do të jetë duke u rritur dhe që të jemi më aktiv në jetën e përditshme, është e rëndësishme pra që të bëjmë sport. Shenja e shigjetarit. Shenja e shigjetarit në këto momente është shumë alert. Kemi shumë vendosur tek shenja e demit dhe tek shenja e dashit. Dhe të dyja këto shenja bëjnë që ne shigjetar shumë alert në këto momente. Një, në lidhje me fillimet të reja, marrëdhënie sentimentale, ndihet vërtet, nuk mund të them tamam i kërcënuar, por është vërtet alert që të kuptoj se çfarë po ndodh në të vërtetë rreth e rrotull. Edhe në lidhjet aktuale,
qoftë ato afat gjata, qoftë ato afat shkurtra, pak rëndësi ka që sapo kanë filluar. Pra, është vërtet në një periudhë ku po mundet të kuptoj dinamikat, se ku qëndron. Kjo sepse kemi një vendosje tek shenja juaj e cila vërtet na bën që të përballem me anën tonë të errët. Por këtë e bën nëpërmjet sulmeve që na vijnë vazhdimisht nga ambienti që na rrethon. Mund të jemi përballë për shembull me tash të them ose me persona toksik në disa momente, ose ne vetë mund të jemi bërë persona të tillë, pak a shumë të kemi reaguar në mënyrë jo të shëndetshme. Prandaj dhe shenja shqyrtare në këto momente, siç e thash, në një moment shumë alert. Ka ndikime të mëdha pozitive në të vërtetë pas kësaj, duke filluar sidomos nga dita e njëjtë tutje, por deri në atë ditë duhet jemi vërtet shumë të vëmendshëm. Pikat që do të këshilloj që të jeni të vëmendshëm janë në lidhje me çështje sentimentale dhe në lidhje me çdo marrëdhënie, me çdo kontakt të pak a shumë që keni në jetën tuaj. Që të mos reagojmë më shumë e rëndësishme në këto momente, siç është tek shenja e krepit në lidhje me kolegët, por është e rëndësishme në çdo aspekt, me çdo person, pra, sepse vërtet që mund të ndjeni të kërcënuar ose në disa raste mund të tundoheni që të reagoni dhe kjo në të vërtetë ju prish punë, sepse do të pendoheni më vonë dhe janë disa relate që mund të prishen shumë shpejt, për shembull janë shumë delikate, sidomos në lidhje me marrëdhëniet që sapo janë krijuar. Ndërkohë që pika tjetër që është shumë e ndikuar, sepse ndikon kjo hanare, është shëndeti fizik. Të gjitha alergjitë janë shumë të egzageruara në këto momente, duke qenë se kemi të prekur drejt për së drejti rrugët e frymarrjes dhe për ju kjo është një ndër temat më të rëndësishme, pra në këto momente bëhet fjalë. Prandaj dhe që të jemi të vëmendshëm, ta përdorim energjinë tonë me moderitet, është e rëndësishme të jemi aktiv, por nga ana tjetër mos e teprojmë, edhe kjo ka shumë rëndësi. Aktiviteti fizik në këto momente vërtet që këshillohet, nëse keni mundësi noti, vërtet që këshillohet, por nëse nuk keni mundësi për notin, domethënë diçka më e thjeshtë, pra jo ngritje peshësh ose gjëra të tilla që nuk e keni bërë për shembull për një periudhë shumë të gjatë, ta sforcon trupin tuaj, pra nuk është shumë e këshillueshme. Ndërkohë që duke filluar nga dita e njëjtë tutje, vërtet tashmë do të kemi një fokusim shumë më të madh tek partneritetet tona, si partnerët e biznesit për shembull, po ashtu edhe partneritetet sentimentale, dhe kemi një rregullim pothuajse automatik në lidhje me këto tematika. Ndonse mund të jemi pak më të prirur ndaj manipulimeve në lidhje me çështje sentimentale, duke qenë se i keni tejkaluar tashmë këto faza, pra i keni marrë mësimet, doni apo s'doni. Dhe nëse nuk doni, pak a shumë sistemi ja përplas në fytyrë, pra jeni të detyruar që të merrni masa, e keni më të thjeshtë që të mos dëmtoheni, që të bëni bashkëpunime në këto momente, edhe pse ju këshilloj, do t'i këshilloj që të jeni shumë të kujdesshëm, pra të mos merrni riske të panevojshme dhe të mos bashkëpunoni me persona që nuk jeni të sigurt, që nuk i njihni, pra. Shenja e bërcjapit është një nga shenjat më të ndikuara nga kjo hënë e re, duke qenë se kemi shumë vendosje tek shenja e dashit, që është një tjetër shenjë kardinale, dhe pak më tepër që prek shumë edhe marrëdhënie familjare, gjë që domethënë trondit themelet ku i keni ndërtuar jetën. Kjo hënë e re do të jetë nesër për datën 16 maj, por ndikimet automatikisht do të ndjejmë gjatë javës në vazhdim. Kur edhe dielli të kaloj tek shenja e binjakëve, për ju fokusimi kryesor do të jetë prakticiteti, efikasiteti që keni në jetë, më mirë të themi. Do të jeni më tepër të fokusuar tek zgjidhja e problemeve, ndërkohë që deri në këto momente edhe ju mund të keni qenë pak më alert ndaj gjërave që ndodhin. Gjithsesi, duke qenë se kemi pasur shumë vendosje që e zbusnin këtë, si për shembull një nga këto është edhe Jupiteri, i cili kishte në përgjithësi mbështetje në këto momente si nga Venusi, pas një farë periudhe do të shtohet edhe nga Mërkuri, pas një farë periudhe do të shtohet edhe Marsi. Kjo do të thonë që nëse jeni të qetë, keni mundësi që të gjeni zgjidhje shumë të thjeshtë shumë problemeve, por gjithsesi siç e thash, këto probleme ekzistojnë dhe mund të jeni dhe të lodhur. Por fillimet të reja në këto momente jeni në periudhën ideale në vërtet, por duke qenë se kemi pasur shumë pasiguri dhe në disa raste mund të jeni përballur me situata toksike me pothuajse të gjithë njerëzit që keni rrethuar, por sidomos në lidhje me kolegët tuaj mund ta keni ndjerë më tepër. Kjo do të thonë që pas kësaj periudhe, duke qenë se jeni të qartë se me këtë bashkëpunon ose me secilit janë persona të cilët janë më të shëndetshëm për të bashkëpunuar, pra keni më të thjeshtë ose për të punuar së bashku, ose për të investuar kohën. Ata keni më të thjeshtë, pra. Gjithsesi, të vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm në çdo veprim që bëjmë, është e rëndësishme.
Në lidhje me shëndetin jeni të ndikuar, ju aq sa shenjat e tjera, por jeni të ndikuar duke qenë se keni një stres të lartë në këto momente. Ky stres vjen si rrjedhë edhe e disa këndeve negative dhe sidomos e vendosjes së Marsit takimit të Marsit me Chironën në këto momente, pra vjen nga familja në përgjithësi. Dhe ky stres automatikisht do të thotë dhe një lodhje fizike, sepse ndikojnë të dyja, dhe mund të keni dhe prekje nga sëmundjet që janë në këto momente. Prandaj edhe që të jeni në një ambient i cili nuk ju streson, të mos ndërhyeni në marrëdhënie të njerëzve që keni rreth rrotull ka shumë rëndësi. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale është komplet e kundërta, do t'ju këshilloj që të mbështeteni te partneri juaj. Nëse keni një partner në jetën tuaj vërtet në këtë moment keni fat. Janë marrëdhënie të cilat vërtet ju ndihmojnë që të gjeni atë qetësim brenda vetes, pra stabilitetin brenda vetes dhe të bëni ballë gjithçkaje, çdo problemi që do përpara. Në lidhje me të ardhurat materiale, është një javë shumë e rëndësishme për të gjithë, edhe për ju është e tillë, sepse kuptoni se cila është mënyra më efikase për të bërë para. Po themi në këtë mënyrë. Prandaj dhe nëse e përdorni detyrimisht është pozitive. Shenja e ujorit. Shenja e ujorit, ditën që e ka pak më problematike është dita e diel, duke qenë se do të kemi një kënd negativ të Venusit me Plutonin që është i vendosur tek shenja juaj. Kjo do të thotë që keni ndikime një për sa i përket shëndetit fizik, dhe nga ana tjetër, të gjitha investimet që keni bërë deri në këto momente, më tepër në lidhje me kohën që keni harxuar me persona të caktuar, domethënë ose le të themi marrëdhëniet që keni pasur me kolegët tuaj, janë vërtet të cënuara. Duke qenë se është fundjavë, shumica e personave këtë mund ta perceptojnë më mirë ditën e hënë, pra kur të kthehen në zyrë ose në punën e tyre. Gjithsesi, edhe ditën e diel mund të merrni vesh për shembull lajme në lidhje me këta persona dhe si rrjedhoj të rishikoni edhe një herë këto relata. Në të vërtetë, jemi në një periudhë ku të gjithë njerëzit tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë dhe për ju detyrimisht, domethënë, është diçka e tillë. Ndërkohë që marrëdhëniet e tjera në përgjithësi janë duke u rregulluar, marrëdhëniet me kolegët janë pak a shumë në krijimin e disa balancave të reja. Jemi në një periudhë ku jeni shumë social, doni të jeni shumë social sepse kjo është edhe natyra juaj, që të keni shoqëri, që të udhëtoni, nuk mund ta them se shenjë shqiptare, por gjithsesi që të jeni më aktiv pranë jetën tuaj, por ju ka rëndësi. Dhe sidomos në këto momente ku edhe dielli do të kalojë tek shenja e binjakut, këtë ndjeni dhe më tepër. Gjithsesi, do të jetë e rëndësishme për ju që marrëdhëniet me kolegët tuaj të paktën të jeni pak më të tërhequr, të krijoni një distancë pak më të shëndetshme në mënyrë që të mos dëmtoheni edhe nëse është gënjeni për tyre. Nga ana tjetër, i njëjti kënd të vërtet mund të krijojë edhe mundësi, pothuajse të menjëhershme, mënyra kapërcimi, pra që të zhvillohen ose të rriteni shumë më tepër në karrierë. Gjithsesi që të merrni riske nuk është e këshillueshme, nuk është e këshillueshme për askënd, por sidomos për ju në këto momente nuk është e këshillueshme. Kjo sepse keni më tepër tendencë që të manipuloni veten tuaj për të arritur një qëllim të caktuar. Nëse thjesht bëni edhe pak durim, në të vërtetë, pa marrë riske, pa marrë asnjë lloj risku madje, do t'ju ofrohen shumë shpejt, duke filluar nga dita e njëjtë e tutje, madje do fillojnë që t'ju ofrohen gjëra të vetëdijshme, edhe nëpërmjet shoqërisë, edhe nëpërmjet rrethit tuaj të ngushtë, vëllezërit dhe motrat tuaj për shembull mund t'japin disa horizonte të reja, nëse jo dyer të reja, pra dhe nëse jo ndihmë drejt për së drejti. Dhe keni mundësi për këtë arsye që të krijoni atë jetën që dëshironi, stabilitetin ekonomik e të tjerë. Në këtë momente kemi të vendosur zhunën tek shenja juaj. Zhunoja është perëndesha ose më them mbretëresha e qiejve, e cila është bashkëshortja e Jupiterit, prandaj dhe ka të njëjtat efekte siç e ka dhe Jupiteri, pak më tepër që për sa i përket marrëdhënieve familjare ka një ndikim edhe më pozitiv, sepse shton shumë begatin që kemi në jetën tonë, duke qenë se kemi edhe Uranin në këto momente të vendosur tek shtëpia juaj e dashurisë dhe ka një kënd pozitiv me të njëjtën vendosje për me zhunën. Që do thotë që marrëdhëniet që ju krijoni në këto momente janë marrëdhënie që ju bën që të ndiheni si në shtëpi. Ku ndjeni komod pra, dhe si rrethoj mund të krijoni shumë thjesht lidhje të cilat i rezistojnë kohës, sepse ndjeni në shtëpi pra. Edhe për ju elementi i manipulimit ekziston,
por në qoftë se nuk bini pre e saj, pra sepse vjen nga jashtë, nuk është se jeni ju persona që manipulohen në veten tuaj, pra. Në përgjithësi vjen nëpërmjet kolegëve, prandaj po, në vizova që në fillim, keni shumë të thjeshtë për ta menjënuar. Në lidhje me shëndetin, në të vërtetë ju jeni një nga shenjat që jeni më stabil në këto momente. Problemet e vetme që mund të keni sepse mund të lëndoheni nga njerëzit që keni rreth, sidomos nëse janë persona që i keni dashur shumë. Mund të jeni edhe shoqëria juaj, por në përgjithësi siç e thash vjen nga kolektivi, pra nga puna, në një mënyrë ose tjetër. Shenja e peshqve. Shenja e peshqve është një nga shenjat e cila në këto momente ka mundësi shumë të mëdha në çdo aspekt pothuajse të jetës. Pengesa e vetme që mund të keni jeni ju, nëse ka pengesa domethënë. Sepse në të vërtetë oportunitetet po hyjnë si lum në këto momente në jetën tuaj. Ndoshta mund të keni tendencë që të bini pak pre e melankolisë ose pesimizmit juve si shenjë. Në këto momente nuk është se keni mundësi shumë që ta bëni këtë, sepse keni një zjarr të lartë, duke qenë se drejtuesi juaj që është Neptuni është i vendosur tek shenja e Dashit. Prandaj jeni të detyruar pak a shumë, energjia juaj është aktive, mbloni nga brenda. Do t'i këshilloja që të fokusohesh për të krijuar gjëra, duke qenë se që nga dita e hënë e tutje, pra duke qenë se po bëjmë parashikim për javën në vazhdim, jemi në periudhën ku mund të ndërtoni. Bëni analiza gjatë fundjavë, planifikoni, shikoni edhe një herë gjërat që keni kaluar, eksperiencat tuaja që keni kaluar deri në këto momente dhe bëni një plan në bazë të kësaj. Të filloni projekte të reja që keni kohë që i mendoni është momenti ideal. Merrni ndihmë vërtet shumë të madhe. Mjafton që të jepni hapën e parë për menjëherë ka për t'ju ardhur ndihma. Në lidhje me çështje sentimentale, mund të dalin vërtet përpara persona që bëjnë që të ndiheni mirë, që të argëtoheni më tepër, të shijoni jetën më tepër, mirë të themi, madje mund të gjeni edhe partner shumë të mirë, si në biznes, po ashtu edhe për partner po pak a shumë për të kaluar kohën më tepër, njerëz të cilët ju bëjnë që të ndiheni pjesë e diçkaje. Kjo është pjesa më e rëndësishme në këto momente që ka shenja e peshqve. Në lidhje me shëndetin, ndoshta jemi të prekur të gjithë edhe për ju, domethënë jeni të prekur detyrimisht sa që janë të tjerët. Për fat të mirë jemi futur tashmë në një fazë shërimi. Vazhdojmë që të jemi në ndikimin e këndit pozitiv që e përmenda dhe javën e kaluar që kishte nyja veriore me Haijian, që është një vendosje ose një asteroid i cili na shëron. Dhe kjo domethënë problemet që mund të keni normalisht tek sistemi juaj imunitar në këto momente nuk i keni, prandaj edhe nëse keni probleme virozat e momentit e keni të thjeshtë të kaloni, pra. Mos sforconi veç veten tuaj, sidomos në lidhje me ecjen, sepse mund të keni probleme me këmbët, jeni një shenjë që mund të keni probleme me këmbët. Gjithsesi, por përsëris është një nga momentet ideale që ju të ndërtoni të çfarë dëshironi. Dhe siç e vut tre, domethënë pothuajse në çdo aspekt të jetës, duke qenë se jemi në një moment që ju po krijoni një themel të ri. Pra, keni mundësi që nëse nuk jeni të kënaqur me jetën tuaj, të ndryshoni komplet drejtim. Pra, e keni këtë mundësi në këto momente, gjithçka mjafton, keni mundësi që të bëni gjithçka, por mjafton që ju të dëshironi të bëni këtë dhe ta planifikoni, pra. Deri ditën e hënë, vërtet që do të kështoj që të planifikoni, ndërkohë që duke filluar nga dita e martë e tutje, e keni shumë të thjeshtë pasaj që t'i aplikoni këto lloj gjërash. Okej, këto ishin të gjitha ndikimet për të gjitha shenjat që do të kemi gjatë javës në vazhdim, pra. Këtë video mund ta gjeni nesër tek kanali im YouTube-it, mund të ndiqni atje të gjitha shenjat. Okej. Nëse keni pyetje, të thjesht për përsëris, mund të më shkruani nga DM-i ose edhe këtë për përsëris, mund të më shkruani ditën e hënë, pra kur të bëj lidhjen drejt për drejt me pyetje përgjigje, do të jetë në orën 19. Pyetjet personale kërkojnë analizë personale, prandaj ato automatikisht do t'ju drejtoja, do t'ju këshilloja më mirë të themi që të drejtohesh tek analizat ose tek shërbimet e mia personale, mund të prenotoni nga numri WhatsApp-it e i gjeni tek profili im. Okej, faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e hënore. Pafshim, natë e mirë.